Kosi para gjumit ju shpëton në jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto 5 probleme. Konsumi i kosit ulë riskun e atakut në zemër me 30% të njerëzit që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Të dhënat e një studimi të Universitetit të Bostonit konfirmojnë se kosi të paktën 2 racione në javë mund të ulë riskun e atakut në zemër tek femrat e prekura nga hipertensioni. E njëjta sasi ulë riskun e atakut në zemër ose ishemisë tek meshkujt mbi 19%. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shkencëtarët analizuan të dhënat e 55.890 grave të moshave nga 30 deri në 55 vjeç dhe 18.232 burrave të moshave nga 40 deri në 75 vjeç. Të gjithë pjesëmarrësit në këtë studim vuanin ose ishin të prekur nga problemet e hipertensionit. Më shumë kos, më shumë përfitime për shëndetin e zemrës. Studimet konfirmojnë se kosi është i pasur me vitaminën D dhe luan një rol të rëndësishëm për mbarvajtjen e shëndetit të zemrës që shkon përtej qetësimit të saj. Probiotikët që gjenden me shumicë tek kosi do të përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin dhe do të mbajnë larg problemet e tensionit. Justin Budina, autori i studimit, citoi për Daily Mail se kosi është i nevojshëm për shëndetin tuaj të zemrës. Sipas tij, konsumi i kosit në mënyrë të rregullt mund të ofrohet edhe si një mbrojtje mjaft e mirë për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve. Shtimi i kosit në përditshmërinë e recetave tuaja do të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre komplikacioneve. Sëmundjet e zemrës, vitamina D, zgjidhja më e lirë që mund t'i ofroni shëndetit tuaj. Studiuesit konfirmojnë se vitamina D është një alternativë shumë e lirë dhe e mirë për shëndetin e zemrës. Ky suplement që merret edhe duke ndentur në diell mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e recetave tuaja, çka do të sjellë rezultate fantastike në betejën kundër komplikacioneve të shëndetit të dobët. Ekspertët e Healthline citojnë se konsumi i kosit në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol fantastik për rigjenerimin e shëndetit. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit nga më të konsumuarat për shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra dhe shije të ndryshme. Kosin mund ta përfitoni me shumë vlera për organizmin, duke e shtuar atë vazhdimisht në vaktet tuaja ditore. Kosi mund të konsumohet me të ëmbla, me të kripura, në mëngjes, në drekë ose në darkë, si element i një vakti të shëndetshëm dhe përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike për organizmin. Kosi është i pasur me nivele shumë të mira të kaliumit, të kalciumit, magnezit, vitaminës B2 dhe vitaminës B12. Në këtë video do të mësoni më shumë për vlerat e ngrënies së kosit në mëngjes ose dhe pas tij. Përfitimet që do të merrni në fund do të jenë mbretërëse për sistemin tuaj dhe shëndetin. Konsumi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu një mbrojtje mjaft e mirë për shëndetin tuaj tretës. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi i tij, veçanërisht në mëngjes, do të mbrojë kështu sistemin tuaj tretës nga toksina dhe bakteriet e dëmshme. Personat të cilët kanë probleme me sistemin e tyre tretës mund ta përfshinë fare lehtë kosin në përditshmërinë e recetave të tyre, dhe ndikimet ushqyese të tij do të jenë të menjëhershme dhe të fuqishme në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët e Healthline citojnë se kosi është një nga alternativat më të çmuara ushqyese që mund t'i jepni shëndetit tuaj, dhe si i tillë mund të ndikojë në shumë aspekte të shëndetit të përgjithshëm. Kosi është një alternativë shumë e mirë shëndetësore edhe për imunitetin. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin dhe ta bëjë atë gjithashtu edhe më të fortë edhe më të shëndetshëm. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme siç janë për shembull zinku, magnezi dhe nivele të mira të seleniumit. Tensioni i lartë i gjakut do të mbahet nën kontroll me përfshirjen e kosit në vaktet tuaja ditore. Sipas të dhënave të Brightside, kaliumi të kosit ndihmon në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë, kosi do të ndihmojë në uljen e tensionit të lartë të gjakut dhe shëndetin e mirë të zemrës. Sigurisht, i kombinuar si duhet në vaktet tuaja ditore do të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese.
Shtimi i kosit është i mirë për shëndetin e kockave. Një filxhan me kos do të ofrojë të paktën 275 mg kalcium, duke i dhënë kështu kockave një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe duke evituar kështu edhe komplikacionet e tij. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore është i mirë gjithashtu edhe për florën bakteriale të stomakut. Kosi përmban probiotik të cilët eliminojnë kështu edhe mikroorganizmat dhe përmirësojnë sistemin tretës. Në rast se vuani nga fryrja e stomakut ose diarrea, është e këshillueshme të shtoni kosin në vaktet tuaja ditore, dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë gjithashtu vërtet të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu një mburojë shumë e mirë e trupit edhe pas aktiviteteve fizike. Proteinat e kosit japin muskujve edhe aminoacidet e duhura për të rrimë këmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Ndaj konsumi i kosit në përditshmërinë e recetave tuaja do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për organizmin. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe me ndihmën e kosit mund të riktheni përsëri energjinë e humbur. Kosi do ju ndihmojë që të përmirësoni peshën tuaj trupore. Kosi përmban vetëm pak kalori, që mund të bëhet një përzgjedhje shumë e mirë e ushqyesve të trupit dhe të mbajë larg komplikacionet të tij. Për më tepër fal konsumit të tij, qelizat e yndyrës prodhojnë më pak kortizol, gjë që nxit të humbisni më shumë peshë trupore. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore është i mirë për të humbur kilogramet e tepërt të trupit. Kosi është i mirë për shëndetin tuaj të dhëmbëve dhe mund të mbajë larg komplikacionet e tij. Kosi i mban dhëmbët më të shëndetshëm dhe i mbron ato nga kavitetet e ndryshme, duke i dhënë kështu një mburojë më të mirë shëndetit tuaj dentar. Ai përmban gjithashtu nivele të mira të acidit laktik, që i mbron mishat e dhëmbëve nga kavitetet dhe përmirëson gjithashtu edhe shëndetin tuaj të dhëmbëve. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të ofrojë një zorrë më të shëndetshme. Shëndeti i zorrës mund të mos jetë diçka për të cilën ju mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbajtur një mënyrë jetese të shëndetshme. Zorrët tona janë përgjegjëse për tretjen e ushqimit dhe përthithjen e lëndëve ushqyese, ndaj është thelbësore që ato të funksionojnë si duhet. Për të arritur këtë gjë, shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur organizmin të jetë më i fortë, më i shëndetshëm dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Sigurohuni që kosin ta keni pjesë prezente të dietave tuaja ditore. Në fund, rezultatet që do të merrni do të jenë mbreslënse për organizmin dhe mbi të gjitha do të evitojnë edhe komplikacionet e tij. Shtimi i kosit do të ofrojë kocka më të forta. Kockat kanë nevojë për minerale të duhura, siç është edhe kalciumi dhe kaliumi, ndaj konsumi i kosit është e dobishme për personat që vuajnë nga osteoporoza. Sistemi imunitar do të jetë më i fortë me shtimin e kosit në vaktet tuaja ditore. Ekspertët e Healthline citojnë se shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi shumë e çmuar për shëndetin tuaj të kockave, duke i mbajtur kockat më të shëndetshme dhe duke përmirësuar kështu edhe imunitetin tuaj. Ndaj nëse doni të keni edhe imunitet më të fortë, kockat kanë nevojë për një mbrojtje më të madhe. Gjithashtu, konsumi i kosit në mënyrë të përditshme duhet të bëhet brenda rekomandimeve të duhura ditore, pasi në të kundërt mund të krijojë gjithashtu edhe komplikacione të ndryshme të imunitetit. Ekspertët e Healthline citojnë se kosi është i mirë për shëndetin dhe një i rritur duhet ta ketë pjesë të alternativave të tij ditore. Në këtë mënyrë, përfitimet që do të keni prej tij do të jenë vërtet fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e inflamacioneve. Ekspertët këshillojnë që kosin të mos e ëmbëlsoni me sheqerna të shtuara dhe të mos e konsumoni atë me përmbajtje të larta të kriprave. Ta konsumoni ashtu siç është pa shtim të shtesave të yndyrës, do të jetë gjithashtu edhe një mbrojtje më e mirë e shëndetit tuaj në tërësi. Ndaj, mos nguroni që kosin ta keni pjesë të recetave tuaja ditore, citojnë ekspertët e Healthline. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.